Në Zoom dhe dentisti familjes ka vendosur rubrikën Vox Pop këtë herë me bo pak më interesante duke dhuruar kupona në vlerë të, unë nuk po e zbuloj, do e shijojmë, por ju siguroj që do ju pëlqej shumë edhe dilni pak nga sheshi i Prishtinës sepse do shpërbleheni me dhurata nga në Zoom. E shikues të në Zoom në rrjedhën e emisionit, po e vazhdojmë ashtu që ju tregova, kemi dhurata prej dentistit të familjes, janë mashallah shumë kupona në vlerë prej 50 euro për pyetjet që ju do i shëlloni, e detaje do i ndjekim së bashku. Faleminderit shumë partnerit tonë më të ri, dentistit të familjes. Sa shpesh duhet me shku te dentisti? Sa shpesh se ki nevojë. Për shembull, është një rregull. Një herë në 6 muaj kontroll të bëj. Bravo, përgjigja është e saktë, kështu që nuk po dojna me të lanë pa një shpërblim prej dentistit të familjes. Nëse ke mundësi në Instagram, po në Prishtinë me hy me ja bo follow edhe me u lajmëru. Okej. Që e ki kuponin në vlerë 50 euro. Kalo mirë. Atin mas. Okej. Sa dhëmb i ka njeriu? Dhëmb? Dhëmb. 36. 32. Bravo, është 32 për ty suksesa herën tjetër. Edhe një pyetje 32. Po. Për pak, po ja që për qenë korrekt, kolego në fjalë. Sa herë rekomandohet sa shpesh me shku te dentisti për kontroll? Qëto nuk e di, për të kallë zej drejt. Mendo pak. Sa herë në vit? Në rregullisht shkoj çdo muaj. Sa çdo muaj. Okej, nuk i nevoja as shpesh, një herë në 6 muaj është. Si është emrit, nëse ka mundësi me ja bo follow faqes së dentistit të familjes në Instagram, që t'jemi ma korrekt edhe që kur të shkosh të njohin. Kjo është për ty. A mundesh me ja bo follow këtu? Del ka sheshi se shpesh jemi. Jemi shpesh. Jo, të njëjtë mjetja jo. Ku po jeton të kështu? Mirë po dësha. Hajde. S'po të bën rjete? Okej. Na premton që ja bën follow dentisti familjes? Okej, apo e lojna shikues të dashur pi besojna? Okej, kalo mirë, gjithat mirat. Edhe jo. A din çka është implanti për dhëmb? Implant me mjell dhëmb. Okej, çfarë lloje të implantave keme? Natyral. Edhe nëse me gozhd. Implantet, a din ç'a janë? Ç'a vendosën? Janë dhëmb fallës që vendosën. Okej, e saktë. Atëherë, çfarë lloj implantesh keme? Ja, nuk e di këto. Po të ndihmoj pak. Monofazike edhe mendo pak. Bifazike është lloj pothuajse. Sa herë në muaj kemi nevojë me shku me u kontrollu ose brenda vitit? 2 herë në vjet. Okej, që i bjen një herë në 6 muaj, kështu që je fituese. Po, për na duhet me hy edhe me bo follow dentistin e familjes, dentisti i familjes, shife nëse mundesh. E bëj follow më një herë, për shkom internet. A je sigurt? Okej, emri yt si është? Cili po foljo, veç të vendosim se s'mujmë për krejt. Apo a? E ty s'po du më të folj. Jo, 50 cent s'më do, unë e kom dhurata për juve 50 euro. 50 euro? Po, i ka e tjetë? U vrejte për zotin e madhë. Kështo, qka është implanti? Implanti? Ja, që të pyetje se di. Mendo pak. Implant. Implanti, kur thojnë për shkoj me bo një implant dhëmbëve. Implanti dhëmbëve poni me implanti vërdan. Po, qka është? Ju s'po di tash më. Pjesë dhëmbët është implanti. Jo. Kush e din, hajde kështu po e bojmë pse nuk na lejohet, po Ose është mbledhje. Mbjellja e dhëmbit. Ti nuk e kit, karo, për çfarë o nuk e tha. Jo, është pjesë e dhëmbit. Sa herë në muaj rekomandohet me shku ose në vet te dentisti?
Muj? Anë vetë. Në vit muj. Sa shpesh shkon? Më shoj shpesh, po ndoshta 5 herë. Bje ma suksese herën tjetër. Hajde faleminderit. Jo. Përshëndetje, e kena një pyetje për ju, në rast që ki fat edhe mundesh me i fitu 50 euro në formë të shërbimit. Implantet, çka janë? Implantet? Po. Dhamin, diçka për dham, për mi me mbjellja dhëmbit? Po, mbjellja dhëmbit. Fituese, po çka na duhet? Është me bo follow dentisti i familjes në sy të ekranit që me qenë sa më korrekte. Okej, për ty? 28. Përgjigje sakt, sepse dhëmbi pjekuris, me rast edhe nuk llogaritet, kështu që e kena një kusht me marr telefonin edhe me ja bo follow, sepse ti dosh me ju shkrua atyre. A është okej për ty? Okej, dentisti i familjes. Sa bregjon me mbroj dhe. A është i popën apo? Kapën, po, dentisti i familjes.